periuda ma e vështirë e jetës ka qenë kur më ka ndru jetë prind. Edhe une, kur më ka ndru jetë babi, kom qenë të punu me një shfaqe në Tiranë, edhe sigurisht mas një 3-4 ditë që shnu ceremonia varimit e të pamës, kanë marrë në telefon ata dhe më kanë thonë që për na vjen shumë keq atë ka ndodhë, sigurisht jemi me ty, po a munësh me vazhdu, apo nuk je në gjendje dhe ta marim dikon se projektet njerëz do ta vazhdojnë jetën. Edhe unë thash, po vi, edhe kom vazhdu punën, sepse puna, arti më ka ndihmu shumë me nejt në ato binarët, po mënoj, edhe mos mu që fokusu shumë se dhimbja është ekstreme madhe dhe normal njerëz mandi kanë tendencën me mos me dasht më marë me gjanat e përditshmërisë ose me punët e tyne, se është shumë e vështirë. Kështu që kom thonë po dhe po vazhdo dhe më ka ndihmu tepër puna. Edhe me nanën ka ndodhe njëta gjë, po me kangë, do me thonë, kom qenë të punu me një klub, kom qenë e përjavshme aty, po e kom bu ma shumë ndoshta edhe për mos me ranë në një fazë, do me thonë, depresive, se kur këndon, nuk me ndonë kur gjohë, edhe një farë mënyre heqë dhe një farë doj dhimbje dhe ato emocionet e ngatrume që janë. Do me thonë, si kur je ndashni, si nëse të ndodhë diqka, ose në gëzim, muzika për krejt, jo veç ata që merrem profesionalisht, është pjesë e pandashme. Kështu që, po, arti, ta leja mi fshi pak. Mi fshi se disa, ose me interpretu në mënyrë tjetër. Ose e kanalizon diku edhe e shprej qashtu dhimbjen e dashnin, emocionet e gjitha, po që mi fshi